Përshëndetje të gjithëve. Qëllimi i këtij cikli video rreth 15 minutë është që të sintetizoj programin qeverisës Televizjes Bashk, i cili sapo është publikuar. Nëpërmjet këtij cikli videosh do përpiqem që të thjeshtëzoj dhe të përmend pikat kryesore të këtij programi, për arsyeën e thjeshtë se këto përbëjnë vizionin politik të Televizjes Bashk sa i përket drejtimit që duhet marrë shoqëria, ekonomia, institucionet shqiptare. Atëre, fare shkurtimisht 2 fjalë për programin në qasje të përgjithshme. Jo më kote kemi quajtur programi 3+1, sepse ne besojmë fuqimisht tek 3 shtyllat kryesore plus 1, që janë, le të themi, shteti zhvillimor, shteti social, shteti i së drejtës dhe pjesëmarrja demokratike. Nëpër këto 3 shtylla, ajo që ne synojmë t'i përçojmë publikut shqiptar është vizioni jo një shteti grabitqar, po një shteti i cili ndërton institucione, jo një shteti i cili shfaqet vetëm si zhvatës i interesave të popullit shqiptar, të bizneseve të vogla dhe të mesme dhe të iniciativës së lirë, por një shtet që nëpërmjet institucioneve garanton në radhë të parë, le të themi, meritokracinë e garës në tregun shqiptar, dhe së dyti, këto institucione i shërbejnë qytetarit. Pra, nuk duhet të vazhdojë të funksionojë shoqëria jon ku çdo e drejtë ose çdo iniciativë lirë e një qytetari le të themi nëpërkëmbet dhe vetëm mënyrë për të gjetur zgjidhje ose për të marrë drejtësi është nëpërmjet lidhjeve të shkurtra, duke i rënë celularit të deputetit, ministrit e kështu me radhë, duke hyrë në atë grupimin e partisë në pushtet për të marrë të drejtën që të takon. Duhet që sfida e madhe e shoqërisë shqiptare dhe e politikanëve shqiptar është që të sigurojnë ngritjen e institucioneve mirë funksionuese të shtetit shqiptar. Dhe pikërisht këtë synon të bëjmë me le të themi programin ton që kemi shpalosur para pak ditësh. Atëherë pa humbur kohë dua të nis pikërisht me një prej shtyllave kryesore të programit ton të pjesës së shtetit zhvillimor, por edhe të ekonomisë shqiptare dhe të vizionit ton se ku do duhet të bazohet ekonomia shqiptare. Thuhet shpesh, për shembull, dua ta nis me industrinë. Thuhet shpesh që në Shqipëri nuk prodhohet asnjë gjë. Ne kemi dëgjuar këtë shprehje për dekada të tëra, që Shqipëria nuk prodhon as gozhd. Tani çështja është se çfarë përgjegjësisht ka shteti shqiptar që të rrisë industrinë shqiptare. Industrinë prodhuese shqiptare dhe aq më tepër industrinë eksportuese. Pikërisht aty është vlera e shtuar, aty është cilësia e produktit. Atëre, disa shifra të përgjithshme në radhë parë. Viti 2024 ka qenë një vit negativ historikisht sa i përket, le të themi, 30 viteve të fundit, pikërisht sepse eksportet ranë me 14% dhe deficiti tregtar kapi rreth 500 miliard lek të reja sigurisht. Fakti që 60% të eksporteve vinë nga industria nxjerrëse dhe përpunuese, na le të kuptojmë se sa ka ndikuar rënja e eksporteve në industrinë shqiptare, e cila aktualisht ndodhet në një krizë të thellë. Disa problematika të përgjithshme që hasen thuajse në të gjitha degët e industrisë duhet i përmend këtu. Nisim nga monopolizimi dhe zhvatja e pasurive të nëntokës shqiptare, pra, është një fenomen mjaft i përhapur. E dyta, mungesa e subvencioneve nga shteti, totalisht. Një shkak i madh ka qenë rënja e valutës së euros me rreth 8% në raport me lekun, që ka bërë që gjithë ata të cilët eksportojnë dhe si thua i shesin mallrat e tyre për të marrë pas euro, sepse i shesin tregjet evropiane, kanë një rënje shumë të madhe të fitimit. Dhe e fundit është sigurisht, si thua, keqeverisja e këtyre dekadave të fundit ka ndikuar në rënjen e forcës punëtore, njerëzve të aftë për punë dhe aq më tepër të specializuar për punë. Atëre, ndërhyrja e parë që propozon Lëvizja Bashk dhe drejt për drejt në një farë mënyre është ngritja e 2 institucioneve të reja shtetërore, që do jenë Fondi Sovran dhe Banka Zhvillimore, të cilat janë 2 institucione që janë mjaft të përhapur si institucione funksionale në botën evropiane, ku qasja është ajo e një shteti zhvillimor. Qëllimi është lehtësimi, le të themi, i mbështetjes që i shkon industrisë prodhuese dhe njëkohësisht edhe
kontrolli ose mbikëqyrja e përdorimit të këtyre subvencioneve që do vinë nga shteti. Atëherë, Fondi Sovran është një institucion i cili do të ketë bashkëpronësinë mbi asetet strategjike të vendit tonë, sidomos ato që lidhen me pasuritë e nën tokës. Pse them bashkëpronësinë? Sepse supozohet që Fondi Sovran të ketë rreth 51% të aksioneve, pra të bordit, që vendimarrja do thotë se do t'i takojë shteti shqiptar, i cili do t'i kontrollojë 51% të këtyre aksioneve, dhe ndërkohë aksione në Fondin Sovran mund të blejnë edhe aktor privat, pra në mënyrë që të fuqizohet. Njëkohësisht, Fondi Sovran do të menaxhojë, le të themi, të ardhurat që vijnë nga asetet strategjike shqiptare, me qëllimin që jo të gjitha detyrimisht të ardhurat, pra t'i shkojnë buxhetit të shtetit, por të shihet në perspektivë edhe në farë mënyrë investimi i tyre për të ardhmen e brezave të tjerë që do të vinë, pra që do duhet të përfitojnë, le të themi, nga kjo pasuri nën tokës që ka vendi ynë. Ky është një model që ndjek Norvegjia, ku sigurisht Norvegjia është një shtet shumë i konsoliduar se yni dhe me një eksperiencë gjatë edhe në industrinë e naftës, dhe vetëm 4% e buxhetit e të ardhurave të Fondit Sovran i shkon buxhetit të shtetit norvegjez. Pjesa tjetër është e investuar, pra investohet në bursa që të rritet si kapital. Sigurisht në kushtet ku ndodhet shoqëria jonë, 4% është shumë pak, sepse shteti shqiptar duhet të investojë edhe në shërbime sociale me radhë. Megjithatë, pikësynimi ynë është që të mos, le të themi, shkojnë të gjitha tek buxheti i shtetit, por të investohen. Tjetër, Banka Zhvillimore është thjesht një institucion kreditues, pra është një institucion shtetëror i cili nis aktivitetin e vet me hua bankare nga shteti shqiptar, me bonot e shtetit, e thesarit, dhe i cili synon që drejt për së drejti të mbështes industrinë prodhuese vendase. Një problematik e cila është hasur me shpërndarjen e fondeve shtetërore nëpërmjet bankave private vitin e shkuar në Shqipëri ka qenë pikërisht vonesat e shpërndarjes së këtyre kredive të buta, pra për të mbështetur industrinë fasone kryesisht, por që ajo që deklarojnë vetë fasonët, pra industria fasone, është që këto fonde shumë pak prej tyre arritën të shkojnë tek industria për shkak të vonesave me bankat private për lëvrimin e tyre. Rrjedhimisht, ekzistenca e një banke zhvillimore, e cila nuk mbahet vetëm me buxhetin e shtetit, po le të themi mirëpret edhe kontributin e aktorëve privat në le të themi të ardhurat që me të cilat subvencionohet biznesi prodhues, me mbështetjen edhe për të institucioneve si për shembull Banka Botërore apo Bergji, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, pra do mund të rikthehej, e ka potencialin, pra që një institucion i tillë si Banka Zhvillimore të kthehet në kreditorin dhe në mbështetësin e fuqishëm të rritjes së fuqisë ekonomike shqiptare përmes biznesit prodhues dhe industrisë, pra. Atëherë, le ta nisim më konkretisht me degët e ndryshme të industrisë, pikërisht nga industria e nxjerrjes, do doja thoja edhe përpunimit të naftës, po momentalisht kemi të bëjmë vetëm me nxjerrjen, pra me prodhimin e naftës dhe me shitjen e saj në tregjet evropiane. Pra, aktualisht në vendburimin më të madh të Shqipërisë, po dhe të mbar Evropës kontinentale, atë të Patos Marinzës, mendohet se vendburimi mban ende rreth 81 milion ton, që përllogaritet diku te 15% e naftës që ndodhen në vendburim para viteve 90. Problematika kryesore lidhet me faktin që kemi, siç thash, pra një farë monopolizimi të tregut, pasi 90% e naftës prodhohet nga një kompani private që është Bankes Petroleum, dhe pavarësisht faktit që në Shqipëri ka një kompani shtetërore të naftës, siç është Alpetroli, pra ajo le themi prodhon vetëm 10% të naftës së bashku me një sasi të naftës që ka në kontratë për t'i dhënë bankersi pasi e nxjerr. Tani, në çdo vend të zhvilluar, po marr përsëri rastin e Norvegjisë, perspektiva është që kur në vendin ku ndodhet nafta mungon ekspertiza teknologjike, njerëzore, kështu me radhë, detyrimisht lidhen kontrata me kompani të huaja që kanë e posedojnë këtë teknologji dhe njohuri, pra ekspertizë
në njerëz dhe në inxhinier, të cilët fillimisht le të themi nënshkruajnë kontrata detyrisht në favor të investitorit privat dhe sa më shumë që investohen, le të themi me kalimin e viteve, këto kontrata rinegociohen detyrimisht në favor të shtetit. Pikërisht për shkak se do duhet pra që me kalimin e kohës të përftohen edhe njohuritë teknologjike, edhe njohuritë le të themi inxhinierike njerëzore sa i përket shfrytëzimit të një vendburimi që ndodhet në një shtet të caktuar sovran. Pra, kjo ka ndodhur për shembull pikërisht me rastin e Norvegjisë. Ndërkohë që në rastin shqiptar ka ndodhur e kundërta, sepse pavarësisht se teknologjia ishte mjaft e vjetër, le të themi në vitet 90, ama njohuria teknike njerëzore ekzistonte në vendin ton, pasi ishte ngritur në dekada të tëra inxhinierësh, gjeologësh, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në shfrytëzimin e naftës shqiptare. Ajo që ndodhi ishte praktikisht në vitin 2008 që u dha një kontratë koncesionare një investitori privat si Bangers Petroleum dhe që atëherë le të themi shteti shqiptar ka dalë totalisht nga loja. Pse e them këtë gjë? Sepse e vetmja gjë që përfiton shteti shqiptar është, le të themi, renta e naftës. Nuk përfiton as tatimi mbi fitimin, që supozohet të jetë 50% e fitimit që nxirret nga kompania private, duhet të shkojë shteti shqiptar. Nuk e përfiton këtë vlerë pikërisht sepse për afro po shkojnë 20 vjet tani që kjo kompani operon në vendburimin e Patos Marinzës, në gjithë të periudhë kohore ka deklaruar zero fitim, në disa raste ka shkuar edhe në gjykatë arbitrazhi me shtetin shqiptar. Nga ana tjetër, ajo që ndodhi me rafinerinë e naftës në Ballsh, që një krim që Edi Rama i bëri jo vetëm qytetit të Ballshit dhe të Fierit, me ata mira të punësuar inxhinier që siguronin jetesën nga ajo rafineri, por mbar qytetarëve të Shqipërisë, pra, sepse fakti që ne kemi naftë dhe kjo naftë nuk rafinohet duke shtuar vlerën e saj jashtëzakonisht shumë, duke dikur nxirreshin rreth 29 produkte nga rafineria e naftës në Ballsh, do të thotë që kemi të bëjmë thjesht me zhvatjen e saj në farë mënyre, shitjen e saj në treg dhe e vetmja gjë që përfiton shteti shqiptar, që thash, nuk është as njohuria teknike, as të punësuarit, as teknologjia, madje as taksa mbi fitimin, është vetëm një rent që merr, rent e naftës që është përcaktuar, mos gaboj rreth 10 milion euro dhe vetëm kaq, a 20 milion euro për të qenë i saktë, dhe vetëm kaq. Pra, fakti që nuk rafinohet nafta jonë është një krim i madh që po i bëhet shoqërisë shqiptare. E fundit gjë që dua të përmend sa i përket problematikave që lidhen me naftën është pikërisht fakti që shumë prej këtyre komuniteteve, si komuniteti i Ballshit, le të themi, po edhe aty ku ka minerale të tjera si në Bulqiz, në Fusharës dhe kudo tjetër ku ka minerale, pikërisht sepse toka shqiptare është mjaft e pasur me minerale të ndryshme. Ato që vuajnë më së shumti janë komunitetet lokale, pikërisht për shkak të ndotjes ambientale, për shkak të shpërthimeve, si në rastin e banorëve të Zharzës, për shkak edhe të vdekjeve në miniera, pra. Dhe përfitimi i pushtetit lokal është minimal. Përfitimi i pushtetit lokal është vetëm 5% e të ardhurave. Kështu që kjo është një padrejtësi e madhe që i bëhet këtyre komuniteteve. Atëherë, le të hyjmë te propozimet konkrete të lëvizjes bashk. Tani, me shumë prej ekspertë, sidomos me gjeolog të vjetër ose ish inxhinier nafte, naftëtar me të cilët kam diskutuar personalisht vetë, propozimi i tyre ka qenë pikërisht pra, le të themi, shtetëzimi i naftës. Shtetëzimi i naftës, i sektorit të naftës. Problematika e parë që lidhet me këtë është për shkak se ekziston tashmë një kontratë mes shtetit shqiptar dhe Bangers Petroleum, pra kompanisë private, e cila kontratë s'ka do në vitin 2029. Dhe nëse kjo kontratë do rinegociohet me të njëjtën kompani private apo me ndonjë oligark tjetër lokal, apo me ndonjë kompani tjetër private nga pozita e shtetit, kjo sigurisht varet se kush do ketë drejtimin e shtetit shqiptar në vitin 2029. Po, për të qenë serioz ne me propozimet që hedhim në letër në programin ton qeverisës, do duhet të themi që
Nëse ne do supozonim se do ishim në pushtet në vitin 2025 pas zgjedhjeve të 11 majit, ajo që gjë e parë që do duhet të bënte shteti shqiptar është rinegocimi i kontratës. Pra nuk ka pse të presit 2029. Le të rinegocoj kontratën aktuale me Bankers Petroleum, pikërisht për t'i marrë, për të tërhequr nga ana e shtetit gjithnjë më shumë koncesione, ashtu siç do duhet kishte ndodhur edhe më parë, pra në modelin që përshkrova pak më parë. Do duhet për shembull që shteti të merrte frenat në dorë, pikërisht për shembull nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore sa i përket auditit financiar të kësaj kompanie private, pra për të vërtetuar me fakte nëse pretendimi i saj se fitimi është zero vit pas viti është i vërtetë ose është i rem. Do duhet që gradualisht shteti të fitojë pikërisht të marrë teknologjinë të cilën shfrytëzojnë kompanitë private. Do duhet që të luajë një rol më të madh pikërisht kompania shtetërore Alpetrol. Pra nuk mund të kemi një kompani shtetërore e cila vit pas viti ngelet tek 10% i prodhimit, ndërkohë që 90% i kalojnë kompanisë private. Pra do duhet që shteti nëpërmjet AKBN-s të përcaktojë edhe, si thua, normën e shfrytëzimit të vendburimit. Pra duhet mënyra e shfrytëzimit të vendburimit të jetë le të themi në mënyrë të qëndrueshme, pra jo të nxirret në mënyrë intensive pjesa kryesore e vendburimit dhe të lihet e pashfrytëzuar pjesa më vështirë për të nxjerrë e damarrëve të naftës. Do duhet njëkohësisht pra që edhe intensiteti i nxjerrjes së saj të kontrollohet nga shteti shqiptar, pra sepse nuk mund të jetë e lejueshme, ju thash, ka ngelur vetëm 15% e vendburimit të dikurshëm. Nuk mundet që gjithi të nxirren me intensitetin që imponon privati dhe të shitet në tregjet evropiane, sepse nafta që është nën tokë ka miliona vjet që ndodhet aty. Fati ka dashur që shqiptarët të ngulen mbi këtë territor që ka naftë, kështu që edhe si thua çfarë u lëm pas brezave të ardhshëm do duhet të përcaktohet nga shteti shqiptar. Tjetër propozim që kemi ne, duhet të rritur roli i Alpetrolit, që përmenda edhe pak më parë. Nuk mjafton që të prodhoj vetëm 10% naftë, duhet të rrisë sasinë e prodhimit, duhet të përvetësoj teknologjinë e re, duhet të rrisë dhe të punësoj inxhinierët e së ardhmes, të cilët do marrin në dorë pasuritë kombëtare të nëntokës tonë. Nga ana tjetër, një propozim i ynë është si thua edhe rritja e tatimit mbi fitimin, pavarësisht faktit se jemi në kushte qesharake ku tatimi mbi fitimin është 50%, ama duke deklaruar fitimin zero nuk përfiton asgjë shteti shqiptar. Për shembull, shteti norvegjez e ka tatimin mbi fitimin e ka 78%. Ne vazhdojmë ta kemi 50 dhe në fund ditës nuk marrim asgjë, po do duhet që me një shtet serioz, me një audit serioz financiar, tatimi mbi fitimin e kompanisë private të vinte gjithmonë në favor të shtetit shqiptar. Ajo që është e domosdoshme, përmenda edhe pak më parë, është ringritja e një uzine rafinerie e cila do të përpunoj naftën shqiptare. Pas diskutimeve me ekspertë ndryshëm, kemi folur që nevojiten rreth $300 milion për të ringritur një rafineri me kapacitete të mjaftueshme sa i përket naftës shqiptare, në mënyrë që, si thua, edhe në produktet e saj të dalë me një çmim më të lirë dhe nga prej tyre të përfitoj mbar ekonomia shqiptare dhe konsumatorët shqiptar. Tjetër propozim që kemi lidhet për shembull me faktin që, siç e përmenda në fillim, menaxhimi i të ardhurave nga sektori i naftës do bëhet nga fondi sovran. Pra, jo të gjitha këto të ardhura do shkojnë te buxheti i shtetit për një herësh, por duhet të kemi një vizion afatgjatë, pra, për të investuar në mënyrë që fondi sovran, siç ndodh me Norvegjinë, siç ndodh me Arabinë Saudite, gjithë vendet serioze që kanë naftë, investojnë për të ardhmen e tyre. Pra, këtë gjë duhet bëj edhe fondi sovran shqiptar. Propozim tjetër, ai që përmenda sa i përket ringritjes së kapaciteteve teknike. Kjo do në kuptoj bashkëpunimin mes Agjencisë Kombëtare Burimeve Natyrore të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, të Fakultetit Gjeologjik Minierave, pra të gjitha këto institucioneve që, për ta thënë ashtu siç është, dita ditës po vdesin, po e humbasin rolin e tyre në shoqëri. Do duhet ringritur Instituti i Hidrokarburëve që ka ekzistuar dikur. Dhe
duhet të mos i lëm të vdesin, duhet i rigjallërojmë, duhet që fakulteti gjeologji minierave jo vetëm të nxjerrë inxhinier nafte, po të ketë se ku të bëjmë praktikën e tyre, pra. Duhet të përftojnë kapacitetet teknike dhe teknologjike të fundit. Tjetër, le themi propozim i rëndësishëm ka të bëjë, siç e thash, me rritjen e kontributit që i shkon njësive lokale nga 5% pushtetit lokal, pra nga 5% në 15%, në mënyrë që të mund të investohen për rrugë, shkolla, spitale, çdëmtim i atij dëmi mjedisor që shkakton industria nxjerrëse, pra si e naftës ashtu edhe mineraleve të tjera. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është pikërisht rishikimi i ligjit për hidrokarburet, sepse kështu siç është, për shembull, është ende e paqartë se cila është kontrata, nuk gjendet kontrata për të lexuar mes Bankës Petroleum dhe Shtetit Shqiptar për hir të konfidencialitetit. Duhet të jetë si thua transparente. Jo vetëm kaq, por Shqipëria prej 2018-s ka dalë, është përjashtuar ose është pezulluar nga një kompani, nga një institucion ndërkombëtar për kontrollin e burimeve, për raportimin, pra, të prodhimit dhe të gjithçka që ka të bëjë me burimet natyrore, siç është EIT-i. Duhet që një ditë më parë Shqipëria të reintegrohet në këtë institucion evropian ndërkombëtar në mënyrë që të kemi të dhëna të përditësuara të asaj çfarë po i ndodh, pra, në tokës shqiptare. E fundit, po jo për nga rëndësia, është pikërisht miratimi i statusit të naftarit, sepse në vendin tonë, pra, naftarët që kanë punuar një jetë të tërë dhe kanë dhënë kontribute të vyera për ekonominë e vendit, sot ndodhen në pikë të hallit. Kaq sa i përket sektorit të naftës. Mirë, në videon e radhës do flas për industrinë minerare, për industrinë e tekstileve dhe të këpucëve, si dhe për industrinë ushqimore në vend.